zyrtare llozën e otra Friedrich Merz po vjen në pushtet, por mos keni frikë se nuk ka diçka rreziqe. Ka lojme më shumë të mira se sot tek Qia. Unë sot dua t'ju përmeni temën migracion. Çka ka të re, pra? Lidhje me shtetësinë gjermane është diçka që të gjithë e kanë pas druhem, pasi që pak kohë më parë ka pas hyrë ligjin e fuqi që u mundsoj ke për 3 vite marrja shtetësisë për mirë të integruarit, për 5 vite dhe lejimi 2 shtetësisë. Çka ka ndodhur është pak i keq, ajo për 3 vite po eliminohet, nuk do të jetë më me ardhin e këtyre në pushtet, por e mira është që mbetet prap, mas 5 vite tash të gjithë kanë drejt prap të marrin shtetësinë gjermane, dhe çka është tjetra? Lejimi 2 shtetësisë mbetet siç ka qenë. Prandaj vëllezër e motra nuk ka asnjë vend për panik apo për frikë. Gjithçka mbetet çu ka qenë, thjesht kjo për 3 vite, por për 3 vite mos më ju tregu të drejtën, ka qenë goxha problem për neve shqiptarë, duke marrë parasysh që të angazhuar me punë, dhe është kanë thuja se e pamundur për shumicën të mirët niveli gjuhës se ne të kesh një rrugë shumë të madhe. Pastaj, çka ka, do të mbyllen kufit, nuk do të mbyllen, por thjesht do të ketë rregulla pak më të rrepta, nuk do t'i lejojnë për azil të kërkues nga Afganistani, Siria, bashkimin familjar për 2 vite të ardhshme, kushdo që ka ardhur tash për 2 vite për shembull kur hin ky ligj në fuqi, nuk do të kanë drejt t'i marrin familjet këto. Në kufi, ata të cilët vinë të ri, në bashkëpunim, me shtetet fshinje, do të mirët vendimi në kufi që të kthehen mrapa, ata që tentojnë të vinë në azil, mos të lejojnë azil. Dhe thot do t'i kthejna ma shpejt atyne të cilë ju ka refuzu azili, edhe për ata bëhet jo që kanë dënime të rënda, vepra penale, edhe ata të kthehen nga Gjermania të larguar. Kështu që unë ju përshëndes të gjithëve, me respekt, Muhamet Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.